Kështu që kush mendoni që është ma gazmor, kush mendoni që është ma atraktiv, kush mendoni që është ma interesant për me hy në këtë edicion. Numrat e keni, që veç të, 048 48 181 818 ose 043 181 818. Qysh të doni, kryesore numrin e keni këto, telefononi edhe tregonim se çka po mendoni për këtë sezon të Big Brotherit. Po i presnu në telefonatat e juja, kështu që sa ma shpejt ju lutem, me ka mirë nëse është mundësia, sepse këtu tash sot jam vetë, nuk është që kam me dikan me bashkë bisedu, kështu që letëm na edhe ju pak punën, sa mos të foli veç fjallë. Për me folë, moj me folë, sa dëni, që dëni janë i bëj edhe ushtrimet, se veç ja fillova me dënë zemje. Po, kësha pas dëshirë që të kemi një bashkë bisedim të këndshëm. Sigurisht që edhe t'ju pyesim se si është koha atje, sot në Kosovë mëngjesi ka qenë me mjegull, kemi arë në këtë fazë, në këtë sezonën ku mëngjeset në zbardhin me mjegull, me djellin në mëngjes që reflekton në për qytetin ton e tjerë, kështu që edhe atje po du me di se qysh është. Po më duket që kemi telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Op. Alo? Kush është telefonuesi i parë, të shohim se kush po na lajmërohet, ka goxha shumë telefonata si pas regjis, kështu që filloj me u buklu telefoni. Meren tash, ka dale. Hajde. Unë mendoj që do të jetë një burr. Alo, përshëndetje? Alo, fol me mua. Edhe pak. Shumë interesant është kjo puna, njëherë bam, tani heq. Tani apet, Mirë po, unë po ju pres. Kemi kohë edhe pak, kështu që telefononi, se tani po ankohni, që nuk po mundemi me bashkë bisedu. I keni kohë edhe 4 minuta. 4 po ja japim, total. Big Brother i po fillon. Big Brother VIP Kosova, edicioni i 4. Kush mendoni se do të hyjë? Kanë po keni dëshirë jo me pa brenda në Big, kush mendoni që ka me sjell një atmosferë ma ndryshe prej edicioneve të kalume. Gjithë po thojna që si që kë edicion s'dija ka me pas, po, alo? Alo, përshëndetje. Unë po ju dëgjoj, po se dija po më dëgjoni ju mu. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. A ka mundësi që me më dëgju veç për mes telefonit, lutem? Me anoj televizionit. Nalja televizorit zonin, e dëgjëm për mes telefonit, lutem. Përshëndetje. Përshëndetje, kush po na telefonon? Milazimin nga Belgjika. Përshëndetje, Milazim. Po du me të pyet direkt. Kush e meriton, kush beson që është ma interesant për me hyrë në Big Brother? Unë kësha pas shumë qef me pa Milajm Zojke në Big Brother. Pse? Është një figurë interesante, ka shumë për të thënë, për të dhenë, është njëri humorist, është që ishte në gjithë me kesh, kështu që shumë kësha pas që me pa Milajm. Edhe pse ishte në vitin e kaluar si opinionist mirë, po kësha pas që drejt për drejt me pa në Big Brother. A mendon që i shkon ma ndryshe si banor? Milajmin ashta nuk mund me ndryshu, po me dash ndryshon, si për të mirë, si për keq, si në gjdo aspekt e kejna Milajmin, kështu që... Okej, dhe thot Milajmin... Edhe që mundësit janë të vogla, mirë po dëshira është dëshirë, kështu që me qenë se po e parashtroni pyetjen, kush unë po thëmë për Milajmin. Po, si djetë, okej që e një vot për Milajmin, shpresoj që edhe e shë edhe e ka parasysh. Faleminderit shumë.
Ju përshëndes dhe ju komplimentoj për emisionin. Faleminderit shumë, miru pafshim, është knatësi. Gjithat mira. Faleminderit që kemi edhe kësi teleshikus që na mbajnë me shumë vullnet që me vazhdu nga përpara. A kemi telefonatën e radhës? Alo? Allah, përshëndetje. Përshëndetje. Kush po na telefonon? Krishtina Mirë. Edhe njëherë të lutem? A jeni mirë? Mirë, faleminderit, super. A mundem me ju po me kamerë të lutem? Edhe a mundesh me më dëgju veç përmes telefonit? Ndale televizorin edhe më dëgjon përmes telefonit. Apo më dëgjon? Zonja, apo më dëgjon? Okej. A mundesh ma hap kamerën? Krup. S'ma hapi kamerën, po ma nali telefonin kejt. Me siguri, linja... Okej, e kemi telefonatën e radhës. Ale, përshëndetje. 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 Të lutem, ndale televizorin edhe veç përmes telefonit. Me njëra. Falë, urdhënë. Bravo. A ka mundësi edhe kamerën me hapa jo? Po, më për ta hapi pse. Faleminderit. Me kënë po bisedojmë? Me Femi Malokin për Gjilanit. Përshëndetje, jeni jashtë dikun apo jetoni në Gjilan? Jo, mrena jam këtu në shpinë Kosovë. Mrena, ma mirë. Po. Përshëndetje, zoti Femi. Kush mendon që... Kush kishe pas dëshirë me kanë pjesë e Big Brotherit? Vallaj, ju kisha lutë shumë me i voftes Halil Mateshit. Halil Matoshit? Po, Matoshit, se më gabova, se ai kogja është për Big Brother, se kur që ata lohet sy ti për jashtë e dalin. Nashta ku keq atje. Një, edhe dyta, Milajm Zeka, edhe atë Blerim Gashin që e ngu s'ka pak atë Halilin. Kush edhe njëherë të lutëm? Ai Blerim Gashi që i jep zjarë atina Matoshit. Do me thonë me bojë që ato një debat në Big Brother, a? Ku që ishë dhez aty, edhe shumë kishë me pasë që kush më rritë gjallë. Të këshyrim, do shta edhe janë, si dijet. Faleminderit shumë, zotri Femi. Hade, kalori mirë. Miru pafshim. Regjia ma bërë me di, e pas kemi kalu bile. Po valla bile, kështu që na falni, po herave të tjera, tregoni ma të shpejt, ju lutem, tregoni ma të shpejt, edhe telefononi me njëherë kur të hapim linjen, sepse tani po ka kështu pak brenga që s'po mundemi me bashkëbisedu me juve. Kështu është edhe fundi i ditës së sotit. Faleminderit shumë që ishit